Oktapod, si do ta përgatitim neve sot? Ka shumë mënyra, mund ta bëni edhe me oris, mund ta bëni edhe me makarona, me shumë gjëra. Neve do ta bëjmë kështu të thjeshtë sot, me uthull, vaj, ulliri, kripe dhe piper. Tani si e përgatitim? Pasi e kemi larë, do ta vendosim në tenxhere presioni, do t'i hedhim brenda krip, piper, pak uthull, gjethe dafine, do ta mbyllim tenxherën e presionit që të mundet të vloj oktapodi. Pastaj e shikoni që lëshon këtë cipën e zezë. Neve ja pastrojmë, ja heqim të gjithë cipën, edhe pasi e kemi pastruar që ka ngelur kjo ngjyra e kuqeremtë, siç mund të themi, është gati që ta përdorim. Do ta presim në copa të vogla, edhe siç u thash, neve do ta shoqërojmë vetëm me vaj ulliri, uthull, kripë, piper. Këto gjëra do t'i hedhim dhe do ta vendosim në tavolinë. U thash që mund ta bëni edhe me makarona, edhe me oris, pilaf, me çfarë të doni juve. Është një nga gatimet e mia të preferuara oktapodi, edhe është shumë i shijshëm. Të kaloni bukur.